Se çfarë do të pyesja për volejbollin. Se na kaloi biseda, por i kthehemi prapë te volejbolli. Je dëmtuar, domethënë është volejbolli sport që të dëmton, që mund të të lërë me pasoja, ku di unë, ligamente, problematika të mëdha, ke kaluar ti ndonjë episod të tillë? Volejbollin vetvete nuk është se të dëmton, asnjë lloj sporti të dëmton. Të dëmtojnë kushtet. Njerëzit e tjerë që luajnë atë sport. Njerëzit e tjerë që janë të papërgjegjshëm, janë shumë të rrallë, janë në raste episodike dhe nuk para të dëmton njëri me dashje. Por të dëmtojnë kushtet në të cilat ti luan dhe stërvitesh. Dhe këtu tani mund të kemi hapur një diskutim shumë të madh dhe shumë të gjerë, po e vërteta është që unë e them gjithmonë, sportistët në vendin tonë janë heronj. Janë heronj sepse mbajnë gjallë disa sporte për të cilat në fund ditës nuk është se fitojnë një gjë të madhe. Domethënë, çfarë interesi ka një sportist, po e them hapur fare, të fillojë dhe të bëhet volejbollist në Shqipëri? Apo të bëhet basketbollist në Shqipëri? Ma thua do të jegon për shembull? Një arsye. Përveç pasionit, s'besoj se ka ndonjë gjë tjetër. Dhe po ta them nga fakti që njoh basketbollist dhe e di se çfarë sfidash edhe çfarë padrejtësish u bëhen. Padrejtësi në kuptimin e mirëfillt fjalës, pa i hequr asgjë. Çfarë bëhet në botën e sportit, është problem i madh. Jo vetëm kjo është vetëm një pjesë e asaj pse sportistët janë heronj. Çështja është që ti po shkoj te dëmtimet që përmendi Viola për shembull. Unë nuk është se jam dëmtuar ndonjëherë me trauma shumë të mëdha, si fraktura të mëdha që të mund të jenë mbajtur jashtë për një kohë gjatë, po ta them kështu, më fuzësh në skaner tani, mund të dal me një 250 lëndime nga më të ndryshme, me ligamente, me artikulacione, me muskuj, me tendina, sepse terrenet ku ne stërvitemi janë fatkeqësisht të degeneruara. E them këtë me plot gojë, të shihni ju ku stërvitet sot ekipi kampioni Shqipërisë i Partizanit në volejboll, tek salla e dytë e Pallatit Sportit Aslan Rusi, ku për herë të fundit është ndërhyr kur ishte gjallë vet Aslan Rusi, kam përshtypjen unë, se kam shumë vite që stërvitem atje dhe është një terren shumë i vështirë, shumë i amortizuar, shumë i dëmtuar, po të bësh 500 kërcime në ditë, një terren që është sikur po hidhesh në beton, merre me mend çfarë i bën trupit. E jo vetëm kjo, po shumë kushte të tjera që janë të vështira, duke filluar që nga temperaturat, për shembull dimër. Në pallat sporti është më ftohtë brenda se jashtë. E vërtetë është po. Është më ftohtë brenda. Edhe për shkak të lagështisë, është më ftohtë brenda. Po, dhe ka pasur raste për shembull që ne kemi luajtur në 0 grad, 1 grad. Po më thuaj ti mua, si mund të luash volejboll? Si mund të nxehesh? Ne dalim me xhupa ndimër. Me golf, me triko, me xhupa, domethënë derisa të nxehemi, aq sa mund të nxehesh për të filluar loja. Pa a ka ndonjë cilësi loja pastaj kur ti ke dal me xhup? Më thuaj mua. Domethënë infrastruktura, temperatura, të dalë pasaj të kushtet financiare. Leri farë mos dilet apo dilet aty, ka në i dali aty apo? Shiko, e vërteta është që sot të paktën për skuadrën që është kampione në Shqipëri ka një trajtim të mirë. Ka një trajtim shumë të mirë. Se nuk do them asnjëherë të mjaftueshëm, se nuk mjaftojnë parat për një sportist, se sa më shumë para të ketë aq më nivel të lartë profesional arrin. Se kjo e bën diferencën me të huajt. Pra, se ti ke kushtet mira duke filluar që nga ushqimi, nga dieta, nga palestra, nga suplementet, nga deri ke cilësia atletëve që ti luan. Unë kam filluar sportin me 50 euro, 100 euro në muaj, normalisht 18 vjeç. Po homologët e mi në përbot pagueshin 10 fish e ku diun se sa më shumë. Që do të thotë, nëse ti këtu nuk arrin të bësh një sakrificë të madhe, më së shumti prej dëshirës dhe vullnetit tënd, nuk arrin dot te ky niveli që ti të marrësh një trajtim dinjitoz sot, për shembull siç e ka ekipi Partizanit ku un jam, apo siç e ka pasur deri diku Tirana në të kaluarën. E lën rrugës sportin, shumë sportistë. Pra investojnë 5, 6, 7, 10 vjet dhe vini pikë lën. Sepse nuk kthen. Se çfarë do bësh me 300.000 lekë muaj? E ke menduar ti ta lësh të heqësh dorë përfundimisht? Shiko, ka përshtypjen duhet të ketë një mosh.
Mosh nuk para ka, është përgjithsisht ai momenti që ti thua s'po shty dot më fizikisht, nuk kam ç'a jap më dhe unë prandaj bëj dhe palestrën çdo ditë që të shty këtë, të kem jetë gjatësi sa më të madhe në sport, domethënë ta shty sa më gjatë. Ronaldo luan akoma 40 vjeç. Dhe është inspirim për sportin. Po unë nuk është se kam menduar për ta lënë sportin ndonjëherë sepse nga që kam bërë disa gjëra në jetë dhe i kam pasur të gjitha pasion, i kam ndërthurur, kam luajtur edhe disa sezone me shumë pak para, se ishte një gjë që kisha hedhur shumë investim. Më pëlqente ta bëja. Është një familje mbrapa që si thua, ka kaluar një pjesë shumë madhe tjetër duke ardhur duke të ndjekur gjithmonë pallatet e sportit, ndjen këtë satisfaksionin që po shohin fëmijët e tyre duke u bërë dikush i paktën në një drejtim. Pra ka shumë arsye që po ti mbledhësh bashkë të motivojnë të ecësh përpara. Por nëse ti do bëje vetëm volejbollin në jetën tënde, dhe un kam shumë shok që janë vetëm sportistë, siç duhet jetë. Siç duhet jetë. Është vërtet, të zgjohesh mëngjes, ti nuk i jep dot dedikimin e plot 100%. Po nuk s'bësh dot, pastaj do bësh një lojtar mesatar, po nëse je një lojtar mesatar, e ke fundin shumë shpejt. Do duhej që të zgjohesh në mëngjes, të shkoje se themi pse si mundim dot ne të tjerët ose skuadrat e huaj ose. Po jam kaq nuk ka brir. Sa ai zgjohet në mëngjes, ha mëngjes shumë të mirë që ja ka përgatitur nutricionisti, shkon palestër, mbaro palestrën, kthehet në shtëpi, ha drek, shtrihet, pushon, shkon në stërvitje mbas dite, kthehet, pushon prap. Si mos bëhet ai? Si mos bëhet stare, si mos bëhet yll. Po u çove në 6. Tash me vrap, me i dorë, këtej të vishesh, të kapësh autobusin, ti ikësh në punë, të dalësh në 5 nga puna, jeni të gjithë ditën ul, me shumë mundësi. Mund të kesh edhe në këmbë. E ti kësh në stërvitje, je telef, je i mbaruar, je i lodhur. Sa herë më ka ndodhur mua të shkoj shumë i lodhur dhe vazhdon më ndodh se gjithë dita jashtë të rrugëve. E vërtet, është e vërtet. Po si do kesh rendiment? Prandaj them që këtu sportistët janë heronj. Për të gjitha këto arsye, po mund të shtoj edhe tjera. Mirë, ne do shkojmë sërish në një shkëputje muzikore dhe do rikthehemi, apo jo Viola, për të vijuar, sepse unë kam ende pyetje të tjera për Kristin. Po, të gjithë kemi pyetje për Kristin. Edhe ti besoj se ke pyetje të tjera për Kristin. Bukur, edhe unë kam pyetje për Kristin. Faleminderit.